Të dashur ndjekës të podcastit Muhabete Kulture dhe ju shikues të portalit Almak Press. Sot me mua është profesor doktor Yıldız Hasani, doktoresha e parë e historisë së artit në Republikën e Maqedonisë. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, ju faleminderit për ftesën. Faleminderit për konsideratën. Zonja Hasani, ju jeni e para femër shqiptare me doktoraturë në historinë e artit në Maqedoni. Fillimisht, nëse mund na shpjegoni, ka qenë kjo sfidë në vete? Pra, në një farë forme jeni femër e parë shqiptare e cila keni hap këtë rrugtim për gjeneratat e ardhshme. Mund na shpjegoni në pak fjalë se si ishte rrëdhoja e asaj që ndodhi? Vërtet, në atë moment kur kam vendosur që të zgjedh drejtimin e historisë së artit dhe arkeologjisë, shumë persona më kanë pyetur vallë, çfarë do të bësh me këtë profesion, se ishte një profesion jo aq i njohur, akoma vazhdon të jetë, të themi, mjaft diskutabile ky profesion, por megjithatë me shumë dëshirë dhe me shumë pasion, vendosa të regjistrohem në Fakultetin Filozofik, drejtimi i historisë së artit dhe arkeologjisë në Universitetin e Shën Kirilit dhe Metodit në Shkup, dhe aty isha e vetma studente shqiptare, po ashtu në grup, në mesin e 50 studentëve tjerë, isha e vetmja shqiptare. Dhe kështu që arrita të kryej me sukses studimet elementare në këtë drejtim dhe pastaj vazhdova po ashtu edhe magjistraturën në fushën e historisë së artit. Kjo më tepër më shtyu të studioj këtë fushë sepse paraprakisht unë 2 vite e gjys kam punuar në Qendrën Nacionale për Konservim të Trashëgimisë Kulturore si arkeologe. Dhe aty përballesha me shumë sfida, është një profesion shumë interesant që kërkon një përkushtim, por njëkohësisht edhe një punë në teren, që për mua si një nën e cila krijova një familje, ishte pak problematike ta ushtroj këtë profesion si arkeologe, prandaj mu duk si disi pak më ta themi stabile ky drejtimi i historisë së artit dhe magjistrova po ashtu në Shën Kirili dhe Metodi në fushën e historisë së artit. Dhe pastaj, pas angazhimit tim si asistente në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Tetovës, do me thënë kjo pjesë më entuziazmoi dhe më motivoi që të vazhdoj akoma më tej me studimet e mia, të themi studimet në fushën e historisë së artit, dhe kështu që u bëra edhe, siç thatë edhe ju, doktori i historisë së artit. Ju keni shkruar shumë për ekspozita, për artistët bashkëkohor. Si shihni raportin mes krijimtarisë artistike edhe kontekstit të arkeologjisë dhe vizionit tuaj për artin në këtë fushë veprim? Ku jeni më rahat? Si kritike e artit, si arkeologe ose si historiane? Ku e gjeni veten më shumë? Siç përmenda më herët, arkeologjia kërkon një kontinuitet, kërkon një përkushtim, do me thënë vazhdimisht i duhet të jesh në rrjedha me gërmimet arkeologjike. Aty zbulohen gjëra, duhet të evidentohen, të dokumentohen, të ruhen, të mirëmbahen, që të mbeten të pashlyera gjatë historisë sonë. Ndërsa në anën tjetër, do me thënë veprat e artit që krijohen ad hoc, ta themi, nga artistët apo nga karriera e tyre artistike, lën kohë për të menduar, për të nxjerrë një konkluzion të përgjithshëm mbi atë që kanë punuar dhe për të bërë një lloj paralele. Kuptohet se edhe artistët frymëzimin e tyre mund ta gjejnë edhe nga e kaluara historike, por edhe nga momentet aktuale të kohës, të cilët e brejnë artistin apo janë në një, ta themi, të konflikt të brendshëm me situatat dhe rrethana të ndryshme që zhvillohen brenda shoqërisë njerëzore. A mund bëjmë një konkludim përbashkët se edhe arkeologjia, po edhe arti bashkëkohor në një farë forme janë krijues të gjithsesi në kontekst të arkeologjisë, ju kur punoni pra në teren, rizbuloni pra historinë, rishkruani në një farë forme historinë e artit, nëse mund kështu shprehim, dhe krijimi i artit bashkëkohor nuk kupton rishkrimi i së ardhmës, i atyne kanaleve të reja të komunikimit që nëpërmjet mass mediave edhe artistët, por edhe ne artistët kemi ra në një farë halli, si themi ato, pasi që po zhvendosen busollat e orientimit të artit bashkëkohor. Dhe mendoj që është goxha sfiduese për ju si një historiane dhe një pedagoge njëkohësisht e cila punoni në Universitetin e Tetovës. Mund të më thoni, ju jeni edhe prodekane e Fakultetit të Arteve. Çfarë mendoni se u mungon më shumë studentëve në kontekst të asaj që të kenë një qasje më proaktive ndaj artit?
Ndoshta mungon ta themi edukimi artistik pak më herët në për shkollat tona, në për kurrikulat mësimore që zhvillohen brenda shkollave të mesme, mungon edukimi artistik me një fjalë. Dhe studentët tanë kur vinë fatkeqësisht në Universitet të Tetovës për herë të parë ballafaqohen me disa terminologji, me disa mediume artistike apo me njohuri të caktuara për një drejtim të artit. Dhe prandaj ajo mendoj se është si një handicap ta themi te rinia jon. Edhe pse kemi një rini të talentuar, mjaft aktive, dhe ata menjëherë e thithin atë informacioni, njohurin, por sikur të kishim pasur njohuri paraprake, besoj se do të kishim një art më të kultivuar, më të zhvilluar dhe më të pasur. Përgjithësi mendoj se mungojnë iniciativat kolektive, të cilët do të kishin ndihmuar mjaft të rinjve që ta shpalosin atë njohurinë e tyre apo atë kreativitetin e tyre. Mungon gjithashtu edhe infrastruktura, sepse neve na mungon ta themi galeria artit që mund të dedikohet fillimisht studentëve, pastaj pse jo edhe krijuesve të tjerë, sepse ballafaqimi i parë i publikut është kur studenti paraqitet në një galeri apo në një ekspozit me veprat që i krijon. Dhe aty ai mund të marrë edhe kritika pozitive edhe kritika negative dhe nga ajo të zhvillohet dhe të pasurohet, pse jo. Prandaj mendoj se kemi një rini mjaft aktive, mjaft të zgjuar, por mbështetja institucionale, kolektive është më se e nevojshme. Libri juaj i fundit i butuar është nga perspektiva e renesancës tek iluzioni optik i manierizmit. Mirë po, dua të ndalim tek libri të cilin e keni butuar më herët, Krijimtaria artistike e piktorëve shqiptar në Maqedoni dhe në Kosovë në 2 dekadat e fundit të shekullit 20. E lexova që mos ta gaboj se titulli është goxha i gjatë. Është pak po. Është herë e parë që i kushtohet një libër identitetit artistik të shqiptarëve. Ka po shkon kultura shqiptare? Duke marrë parasysh nga ajo të cilën keni shënuar si ngjarje të kulturës shqiptare, të krijimtarisë artistike. Ka po shkon kultura shqiptare në kontekst të artit figurativ bisedoj? Atëhere, në qoftë se e analizojmë, ta themi, këtë problematik, unë do të bazohesha edhe në thënien e Naum Beqilharxhit, pa emancipim kulturor nuk mund të ketë as emancipim politik apo ndonjë emancipim tjetër. Kështu që arti shqiptar në kohën e sotme disi më duket se është stepur dhe është kufizuar brenda kornizave të vendit ku zhvillohet. Për këtë besoj se ndikojnë shumë faktorë, sepse nuk është vetëm të krijojmë. Krijuesi varet shumë edhe nga ato që e përthithin, që e mirëpresin, apo që e vlerësojnë atë. Ju vetë e dini se kohëve të fundit në për ekspozita të artit, ne nuk kemi një publik të qëndrueshëm, një publik që ndryshon. Por gjithmonë kemi persona të njëjtë, të cilët shkojnë në ekspozit për hatër se është koleg, për hatër se është mik, është familjar, dhe fatkeqësisht nuk kemi një opinion më të gjerë që din ta vlerësojnë. Prandaj mendoj se kultura dhe arti ka një komunikim të ndërsjellët me shoqërinë. Ti nuk mund të krijosh art në një boshllëk, në një vend ku ka boshllëk, ku nuk ka entuziazëm për art, ku nuk ka dashuri për art, nuk ka dëshirë për art. Kjo varet shumë, do me thënë, edhe nga, të themi, publiku që di ta vlerësoj artin, edhe di të përthith vlera kulturore. Profesoresh, mund të bim në një fjalë edhe pak të jemi autokritik, se ndoshta është edhe dështimi i gjeneratës tonë që nuk kemi arritur të kultivojmë publikun sa duhet, si artist, si bërës të kulturës. Edhe pse deri në vitin 2001 shembull kemi qenë shumë keq në kontekst të përfaqësimit institucional të artit shqiptar, mirë po jamon po bëhen dekade 2 që i kemi institucionet, i kemi teatrët, i kemi galeritë, edhe nuk po arrim që të krijojmë një publik jo stabil, po një publik i cili, siç e thatë ju, të jetë entuziazist për të art në ekspozita ose për të art, po edhe në shfaqje teatrore, e njëjta gjë po përsëritet. Ku mendon që kjo punë kërkon më shumë kohë, kërkon më shumë një lloj tradite? Do ndërlidhem përsëri me atë përgjigjen paraprake. Mungon edukimi artistik, mundon të themi ajo vlera kulturore. Ju vetë e dini se Tetova ka qenë një qytet me 2 kinema në të kaluarën. Më kujtohet i ndjeri baba im kur më tregonte si prisnim radh me orë të tëra që të hymë në kinema. Ndërsa tani ne kemi 2 festivale të filmit, të themi, që mbahen në Tetov, por nuk kemi kinema.
apo teatri është i improvizuar me një fjalë. Të gjithë, edhe biblioteka janë të inkorporuar brenda pallatit të kulturës, që fillimisht mendoj se mungojnë institucione serioze, të cilat do ta promovojnë artin dhe kulturën, mungon mbështetja institucionale, si thash, dhe krejt këto reflektojnë që serioziteti i artit jetë në piedestalin e duhur. Jo se nuk kemi krijues, kemi poet, kemi artist, kemi aktor, krejt i kemi. Por krejt këto janë faktor shumë të rëndësishëm që e përbëjnë vlerën e mirëfillt të zhvillimit të artit në shoqëri. Unë kur ishim sekretar i kulturës, sekretar shtetëror i kulturës, kemi pas debate të gjëra dhe të thella në kontekst asaj për të rrit numrin e vizitorëve në për institucionet kulturore, pasi është një apati, domethënë edhe në kontekst shtetëror, pra nuk bisedojmë vetëm si shqiptar, por edhe si maqedon, edhe si turk, edhe si vëllezër, të gjithë aty etnive të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pra ka një lloj apatie ndaj vizitave të institucioneve kulturore. Pra edhe në teatrët kushtimisht shpreha maqedone, publiku mungon, edhe në galeritë mungon. Pra edhe kur ishte drejtoresh Dita Starova, kishim këtë debat, pra erdhëm në konkludim se është shumë problematike që të sjellim njerëz në për ekspozita. Besoj që kjo ka të bëjë edhe me kontekst vendor. Okej, normal ka të bëjë se jo të gjithë qytetet kanë një zhvillim të njëjtë kulturor. Kemi disa qytete që janë plotësisht në heshtje, nuk kanë ndonjë aktivitet kulturor. Kemi qytete ku ka një gjallëri. Por duke u ndërlidhur edhe me atë ju që tha se edhe në Shkupën në kohën e fundit kanë filluar të mungojnë publiku në për këto aktivitete, besoj se tash kulturën, artin e shohin si luks, si dytësor, në krahasim me problemet ekonomike, politike dhe shoqërore që ka populli jonë. Sepse arti përjetohet kur je shpirtërisht i rahatshëm. Jo kur ke probleme të llojeve të këtilla. Se si të sigurisht kapshatën e bukës dhe të merresh. Prandaj edhe ne pak edhe si thujnë publikun e kuptojmë në një farë forme. Por mund të them edhe diçka tjetër ta ndërlidhi. Mungojnë shumë mediumet gjatë aktiviteteve kulturore. Sikur mediumet të jenë prezent në çdo aktivitet kulturor, atëherë shpërndarja e lajmit do të jetë shumë më afër njerëzve dhe do të ngjall kurreshtje tek ato që aktivitetin e radhës edhe ato ta ndjekin, pse jo. Prandaj mendoj se edhe mediumet luajnë rolin kyç. Unë mendoj që edhe zhvillimi teknologjik përkundrazi nuk e ka ndihmuar ekspansionin e artit, por e ka reduktuar, pra, pasi që të rrit, sidomos prej moshës, pata rastin të ndjek një survim që është bërë, prej moshës 15 deri në moshën 35 vjeçare, shumë pak kanë qasje gjithësisht, algoritmet e ndryshme shumë pak japin qasje tek arti, por japin tek këto që janë trendet bashkëkohore dhe një farforme edhe bëhen kështu viktim bëhet arti. Pse? Sepse rinia jonë më tepër i vlerëson ta themi trendet globale, sesa artin lokal. Ti e ke parë vetë se sa është interesimi të rinjve për të ndjekur një koncert jashtë vendit se sa një koncert kur zhvillohet brenda vendit tonë. Do me thënë edhe këto, do me thënë digitalizimi e bën të veten, sikur më tepër tregojnë interesim për aktivitetet që janë rreth jashtë vendit tonë se sa brenda vendit. Kam edhe pse tentuat kontekstin e arkeologjisë ta lëm kështu pak më ëndësh, jo me faj, por pjesëmarrja në gërmime arkeologjike është një lloj aventure. Mund ta theni çfarë është në kontekst të asaj, domethënë çfarë ndjeni kur jeni pjesë e ekspeditave të ndryshme arkeologjike, kur rizbuloni pra ose zbuloni gjërat për të cilët keni lexuar, por realisht hasni me ta në teren. Vërtet është mjaft sfiduese, mjaft interesante, ndoshta do ta shfrytëzoj edhe momentin këtu që ta ftoj rinin, ta ndjekin këtë drejtim të artit dhe të kulturës, sepse arkeologjia vërtet është një shkencë në vete dhe arkeologët kur zbulojnë një fragment shumë të vogël të një ene nga keramika, ta themi, apo një stoli shumë të vogël, ata kënaqen tepër sepse nëpërmes të saj e vlerësojmë ne lashtësinë e një kulture, e një civilizimi, e një qytetërimi. Dhe në qoftë se ne nuk interesohemi për të kaluarën tonë, me të do të humbet edhe historia fatkeqësisht. Prandaj kujtesa kolektive apo harresa për të kaluarën është gjithashtu një çështje shumë e rëndësishme. Do me thënë,
edhe artistët nëpërmes kujtesës kolektive të së kaluarës mund të riaktualizojnë një narrativ shoqërore të kaluarës historike të një populli. Në balkonin e trazuar kur krejt synojnë për diçka që s'është e tyre, kushtimisht thënë, pra besoj që arkeologjia zë një vend të rëndësishëm në çështjen kulturore tek ne. Sepse ajo shkencërisht dokumentohet, vlerësohet dhe jepet një konkluzion. Besoj që Ballkani ka qenë vend i shumë kalimeve, gjithsesi shumë civilizimeve dhe ka goxha tokë pjellore, do kisha thënë kështu, me përkërkime arkeologjike. Po, kemi shumë elemente apo materiale arkeologjike nga koha romake, nga koha greke, do me thënë nga ilirët, po ashtu vendbanime ilire në mbar territorin e Maqedonisë, ku fatkeqësisht vetëm 30% e tyre është hulumtuar, është zbuluar, ka ende për të hulumtuar dhe për të dëshmu, të themi për paraardhësit tonë, për fiset ilire që kanë banuar në këto territore. Por siç e dini edhe arkeologjia është mjaft e kushtueshme, nuk mjafton vetëm ta zbulojmë një objekt, por atë duhet ta bëjmë konservimin, trajtimin, dokumentimin, pastaj ruajtjen e atyre nëpër vende të caktuara nëpër muzeume, mirëmbajtja e tyre po ashtu është mjaft e kushtueshme, prandaj kërkon një investim shumë më të madh nga ana e qeverisë, që do të kontribojnë në zbulimin e këtyre lokaliteteve arkeologjike, por fatkeqësisht edhe numri i arkeologëve shqiptar është shumë i vogël në këtë rast në Maqedoninë e Veriut. Unë kur kam marrë pjesë në gërmimet arkeologjike në kalan e qytetit të Tetovës, por edhe në kalan e qytetit të Shkupit, kemi ftuar arkeolog nga Kosova, nga Shqipëria, të cilët na ishin si mbështetje për të dëshmuar vërtetësinë e artefakteve se janë ilire, nuk janë autoktone ilire. Jo bizantine, kështu me radhë, si tentonin ti paraqitni pra. Po. A keni numër se sa arkeolog shqiptar ka në Maqedoni? Mendoj që ja 5-6 veta janë arkeolog. Që janë shumë pak. Pak, krahasim me nevojat. A shifet si një profesion jo fitimprurës në atë kontekst, jo shumë kështu lukrativ? Nuk e di, ndoshta thash ndër shqiptarët është më pak e njohur si profesion. Është fitimprurës, do të kisha thënë, sepse gjatë gërmimeve arkeologjike ti merr mëditje ditore për punën që bën. Është sfiduese, kuptohet dhe siç kërkon një përkushtim në terren që për femrat do të kisha thënë është pak problematike. Pak problematike. Po unë ju kisha sugjeruar trive që të shohin më shumë filmat e Indiana Jonesit, një arkeolog fiktiv, mirë po që është goxha interesant dhe sfidues dhe në kontekst të aventurës për të përjetuar pra ato. Ju jeni edhe visiting profesor në Universitetin e Prishtinës. A mund më tregoni, a ndjeni ndryshime në frymën krijuese të studentëve mes Universitetit të Prishtinës, Universitetit të Tetovës? Ndoshta nuk është pyetje fisnike kjo, por kemi dallime në koncepte, në mënyrën se si. Nuk ka shumë dallime, me thënë të drejtën, pothuajse janë parafarsisht të ngjashëm njëri me tjetrin, për arsye se shumë pedagogë të Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës janë shkolluar në Prishtinë dhe padyshim atë frymë kanë sjellur edhe në Tetovë. Prandaj në atë shkallë nuk mund bëj shumë dallim, po kuptohet që numri i studentëve në Prishtinë është shumë më i madh që studiojnë Fakultetin e Arteve dhe padyshim që në një numër më të madh të studentëve mund të nxjerrish më shumë kualitet. Por megjithatë besoj se janë pothuajse të përafërt të dy universitetet në aspektin e Fakultetit të Arteve. Për fund, çfarë mesazhi do t'jepni të rive që të ndjekin rrugën e artit? Do t'ju kisha thënë, nëse kanë pasion, kanë talent, padyshim që arti është një prej drejtimeve më të themi sfiduese, më interesante, ku ato mund ta shprehin talentin e tyre, por njëkohësisht edhe të reflektojnë dhe të shprehin po ashtu edhe një kundërshtim me ndonjë moment të caktuar, nëpërmes të sloganeve të ndryshme, nëpërmes paraqitjeve të ndryshme artistike mund të ndryshojnë edhe në ndonjë kontekst shoqëror. Përsërish të falenderoj përzemërsisht për pjesëmarrjen në muhabete kulture. Besoj që ishte një bashkëbisedim i shkëlqyer dhe
nëse mund kështu të parafrazoj, ju falenderoj për ligjëratën që na bën sot. Faleminderit edhe juve që keni marrë një iniciativë të tillë të bëni një debat për kulturë që padyshim ka munguar në Tetov veçanërisht një debat i tillë. Besoj pse jo mos të zgjeroheni edhe me mysafir edhe nga vendet e rajonit, të ftoni si mysafir dhe të bëni një lloj komparacioni, ta themi, të mendimeve lidhur me kulturën dhe artin. Ne jemi në sezonin e dytë të mohabeteve të kulturës. Deri tani kemi diskutuar për artin skenik, për artin muzikor, artin figurativ, atë letrar, dhe tash besoj që edhe kjo ideja juaj është ideja jonë përbashkët, pra që të kemi mysafirë edhe nga Shqipëria dhe Kosova dhe të zgjerojmë debatin, gjithsesi të zgjerojmë mohabetin e kulturës edhe në kontekst mbar kombëtar. Unë edhe njerë ju faleminderit. Faleminderit. Të dashur ndjekës të podcastit Mohabet e Kulturës, deri në takimin e radhës, mirupafshim.